Sot këta minutat e kësaj hutbeje do t'i përmendim disa dukuri negative, disa mëkate të mëdha. Në kryet e tyre është përgojimi, që është një mëkat shkatërrues. Prandaj bashkë me përgojimin, ne do t'i përmendim të gjitha ato mundësisht sa kemi arrit t'i përmbledhim argumentet nga Kur'ani dhe Suneti që na bëjnë me dije rrezikun e madh për tyne mëkateve që ne pejzojmë pak sen. E që fatkeqësisht janë të përhapura shumë mesin tonë. Duke nisë përgojim, që thonë edhe gibet, për që përdorin popull. Bartja fjallëve me bajt fjallë, që është nëmime, është shpifja, është sharja, me sharë, është mallkimi, tallja, ofendimi, etiketimi me llakape ndryshme, me emra ndryshme, dyftyrsia, mallkimi, me mallku, me shpif, me hulumtu të metat e tjerve, me pas zili, është hased që thonë në fjallë, që hasedi është t'ja dëshirash largimin e të mirave të tjetërit. Dikush tjetër do të mira që ti si ki, për i ka dikush tjetër, e ti me dëshiru largimin e atyre të mirë që është hased, zili. E që fatkeqësisht po ta, në pjesë e konsiderueshme njerëzve tonë, shoqërinë tonë, janë të përhapura këto dukuri. Edhe problemi është se nuk kanë frikë nga rreziku i këtyre mëkateve, nga shkatërrimi i madh i këtyre mëkateve që mundet me avu vetë personit, edhe familjes, edhe shoqërisë. E as më tepër që rrezikojnë edhe ahiretin e tij që është synimi finali i krejt neve. Edhe kur ja të rresh vërejtjen, jo që subhanallah, edhe kur i thu ke frikë Allahut, mos përgojo, mos bëj fjalë, mos shtem, mos mallko, mos shoj, mos bën to, gjitha këto, le që nuk e ka frikë nga Zoti, po një farë burje, një farë krenarie, një farë duket subhanallah, u bë trend. Sikur që është bë trend me shan njëri tjetrin. Vllazën edhe shamja me nan është mallkim. Edhe shamja me nan që do thonë se përshëndetje mes njëri tjetrit jo për dashni e për respekt. S'ka dashni e respekt. Kjo është gjest i ulët. Prandaj gjitha këto i shohen në radhë ajetet ose edhe hadithet që do të marrim që na tregojnë që besoj do janë mjaftueshme për ne që kemi kujdes. Çka po flet? Kemi kujdes apo vepra. Allahu më thënë në thot Kur'an të surja Hujurat. Ja ayyuhalladhina amanu. Po na drejtohet ne tash, masi jemi besimtar. Jena orë në xhami tonë. Çora dorën zemër, asnjë për neve, edhe pse jena orë në xhami, nuk mund na më shtukë shtynë zemër. Ka një mirë me thashë thënë, ka një bojna ato fjalë kum nivalla, çka të fosh me nime, pse po thot nasar ranci, pse po flas ka boni. Domthon nuk folet çka dëgjon. Sidomos kur nuk janë lajme të konfirmuara, sepse je ranc. Me thashë thënë, nuk folet, nuk bisedohet. Besimtari edhe në lajm kur i vjen, çfarë do të qoftë, duhet të konfirmu, me i verifiku, edhe nëse është për mi për shpërtar, shpërtar, nëse s'është me shpërtar, nuk e shpërtar. Jo çdo lajm që e vi do të më shpërtar. Jo. Prandaj ki kujdes. Allah na thot, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që besoni, po keni kujdes. La yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum. Mos i përqeshni dikush për njerëzve dikon tjetër. Një popull, ose një grup njerëzve, një grup njerëzve. Sa ka shtat ata që i përqesh të jenë më të mirë se ti. Ti e përqesh, ose për zilis, për hasedi, për inati, po ndoshta ajo është më e mirë se ti. Po edhe nëse e ka atë dobësi, se sukria është me përqesh edhe një krijim, je i shkurt, je i tërt, jo tapad, jo në sene që ka të metat fizike, që nuk ka faj me shtë personi, pse është në ato të meta, ose për aksidenti, ose me lindje, nuk është faj i tina, po ndoshta është shumë më e mirë se ti që e përqesh. Pra dhe keni kujdes të mos i përqeshni, mos i ofendoni, mos i etiketoni. Wala nisa'u min nisa'in, po as gra ndaj grave, sepse këtu asa an yakunna khayran minhunna, sepse ndoshta ato gra që i përqeshin ato gra tjera, ato janë më të mira se ato që ti që i përqesh. Që ja me kuptu dietar se krejt njerëzit bojnë përgojime, po gratë kanë një dozë pak më shumë, prandaj ka përsëritur edhe një herë. Asnjëri prej jush që i përfshin burra dhe gra,
E as gra ndaj grave, se gra sidomos kanë, sa ata po thonë mos u bëni si gra, se flasin shumë thashë të me fjalë, bati fjalë, shtin njëna me tjetër me sene, kështu që na tërhep vërejtën Kur'anin mos, është urdhër që mos përgojeni, mos përqeshni, sepse ndoshta ata janë shumë më të mirë se sa ju. Wala talmizuan anfusakum, mos etiketoni njëri tjetrin me etiketime ndryshme. Qofshin edhe për hajvare. Hiç etiketimet e pahishme e të këshia, as në hajvare, as në mahi nuk lejohet. Wala tanabazu bil alqab. Mos e thërëm njëri tjetrin me llagape, me ofiqe. Llagape e gjatë, në fër ofiqe është i pahish. O qërë, o tapal, o hajvar, o kështu. O Allah. Të llagape ofenduese, nëshmuse, pra dhe mosni, bese esmul fusuku ba'da l-imani sa amër i keq është ku mas imanit njeriu. Njeriu që beson Zotin edhe mi përdor këtë shprehje, sa keq është. Shumë keq. Wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun. Ata që nuk pendohen, e nuk largohen prej këtyre veseve, ata janë zullumçar. Janë zullumçar të mëdhej bile. Ja alladhina amanu, o ju që besoni, pra vazhdon ajeti vijus, ajeti 12. Ishtenibu kathira min adhanni. Largohuni shmanguni shumë gjithçysh largohuni prej paragjykimeve, prej dilemave, dyshimeve të shumta, a thu ky ka bu kështu ose ashtu, sepse inna ba'da dhanni ithmun, nga se këto paragjykime shumica prej tyre janë në gjunah, janë në mëkat. Ti paragjykon për një person se ai ka bu kështu sepse ka bu kështu, nuk je i sigurt, po paragjykon, po mendon. Është dyshim, është dilemë, po nuk është e vërtetuar, largoni sepse ty mëkate, domethënë është mëkat. Wala tajassasu, e as mos hulumtoni të metat e njëri tjetrit. Ja gjet gabime të metat edhe një xhut çaf. Çdo njeri ka të meta të folur, ka të meta në veprime sa, por mos i hulumtoni ato, wala yaqtabadukum ba'da. E as mos e përgojeni gjë. Edhe nëse ka një çështje, mos e përgojoni. Sepse mja përmeni vllota një të vend, një gabim, kur nuk është ai prezent, është gjibet. Përgojim është. Wala yaqtab, mos përgojeni njëri tjetrin, e yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. E Zoti po na krahason përgojimin. Mos e përgojeni njëri tjetrin, sepse a keni dëshirë njëri prej jush me hollën mishin e vllaut vetë vdekur. Kush prej neve ka fuqi, kush prej neve ja bën fytyra karakteri vllaun e vet, sapo e ka vdekur, vend që me çutë e vorët, me shku me hamër, me ato copa mishin me hamër për zdete. Kush mundet me bë prej neve? Kush? Mos përgojeni sepse kjo është edhe më e rëndë se sa me hamër mishin e vllaut tën për së vdekur. Fakarihtumuhu, edhe këtë vepër ju e urrejnë, sepse s'ja bën natyra, s'muni me bëni gjë të tillë. Se është gjenazë, është kufon, është njeri, plus është vllai i yti, ti s'munesh me bë me shëmtu kufonën e vllaut tën. Prandaj mos përgojeni sepse përgojimi është edhe më i rëndë. Është edhe më i rëndë. Ne po na zot, po fjalë goje bre. Mos shani, po kush më shtatzon me çave. Subhanallah, la ilaha illallah, apo ta dëgjoj vesh apo thumor subhanallah alazim. Ti prezent pak sen fjalën e keqe për gojimin po wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tot një Zotit dhe pendoheni sepse Zoti është pranuesi i pendimit edhe është i mëshirshëm. Pra pendoheni o njerëz, mos i përdani këtu. Po ashtu, wa ma yashfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Zoti po na të rëgjërejtë. Nuk ka njëri që mundet me shprehë një fjalë, çfarë do fjalë që thuhet e mirë dhe e keqe. E që nuk e ka një përcjellës që është prezent i gatshëm i shënon gjitha të fjalë. Edhe ato qësia që i folë, edhe ato i shënon kërejt, asnjë nuk i ikë. E që ka këtu, ti tash nesër, kur dali krita i regjistre me ato shami, ato përgojime, ato ofendime, ato llagape. Subhanallah, wa jaa sakratul maut bil haqq. Agonia vdekjes që më nëzohë me të vërtetë se cilë. Që do të thotë si mu ikë, si ku ikë. Edhe këtë kanë dorë të para Allahu, dhe Allahu thotë, u nufikha fi surri dhalik yawmul wa'id, është dita e vërtetuar kur kanë dorë këtë para Zotit. Po ashtu kemi ajetin tjetër që na bën me dije, yawma tashhadu alehim alsinatuhum. Atë ditën e gjykimit kanë me dëshmu krejt gjymtyr të trupit,
kanë me dëshmu gjuhët e tyne, kanë me të rëgu ty tona, pra dhe gjuha ka me të rëgu se që keni vepru. Duar tona, u ajdihim, u argjulluhum, duart e tyne se që kanë vepru, kamët e tyne se që kanë vepru, që ke folë këtë gojë që ta ka dhonë Zotin me falendëru Allahun e me përdor fjallë të mira, e nëse ke përdor për fjallë të këqija, ki me dhonë lagarin. Kanë me dëshmu krejtu, kjo dorë, kjo kamë, do më ka ke eca, ke vepru, që ke punu, kanë me dëshmu për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra dhe keni kujtës, o njerës, jo me idhin ju e fihim Allahu dina u tonë, Zotë ka me anë shpërblimit që shë meritojnë se cilët. Edhe për ato fjallët e mira, edhe për ato fjallët e këqija. Pra dhe keni kujtës, sepse Allah është i drejtë. Këthejme të disa hadithe të marë, se këto ajete do të nga dridhën zemrën, po edhe hadith të pejgamberit që na i përmend, po marrë si shpejt që mos më na marrë kohën. Thot Ebu Hurajra të hadithit që transmeton nga pejgamberi alayhis salam, Iyyakum wa dhanna. Largoni për parashikime. Largoni. Fa inna dhanna kadhabul hadith. Sepse parashikimi, mendimi me dyshime, është mendim i përgënjeshtruar. Është fjala më e madhe që mund të të mashtru, sepse parashikim nuk është mendim me baza, me prova, me fakte. Wala tahassasu, e mos hulumtoni të metat e njëri tjetrit, mos hulumtoni gabimet e njëri tjetrit. Wala tanafasu, e mos u shtyni njëri me tjetrin me inatin punë të këqija. Tanafus, garen për punë të këqija, punë të poshtërta. Kush për jamu? Si për fjala e kush për jamu me të shame? La ilaha illallah. Jo, wala tahasadu edhe mos bëni hasad zili njëri kundër tjetrit. Të nëse s'munesh me mëri, nëse ai ka të mira të shumta, jepi zora dhe të bënë ato të mira. Jo la s'po muje tash t'ja shkatroj edhe ati me hased, inshallah i kallën, i shkatrohet, i prishtë dhe ati, masë si ka bu mës të kjetë edhe. Mos bëni si hasedi, thot për selam. Wala të bagatu, mos u ndani me njëni tjetër me gjana pa lidhje. Wala të daberu dhe mos bëni plane kundër njëni tjetër me putëshia. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kema amarakum. Bani vllazën, rëbë të Allahu që shka unë Zote. Thotë se, muslimani është vllai muslimanit. Muslimani nuk guxon me boz zullum muslimanit. Muslimani nuk guxon me ofendu muslimanin. Muslimani nuk guxon me nënçmu, me përqesh muslimanin. Takva, dëshmëria ashtu dhe bën me zemër. Prandaj muslimani për muslimanin e ka haram gjakun e tij. Haram. E ka haram derën e tij. Dignitetin, autoritetin me ashkel muslimanit. Që thonë arzën, dhe më irdun arabisht është haram. Pasurin e ti është haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thotë këto hadithe. Po ashtu kemi hadithe tjetër, sebabul muslimi fusuk, me sha muslimonin, me sha. S'po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mahia për doslaki. Jo, sharja muslimonit është fusuk. Fusuk, fiskun është prishje, fesë, është e pamarashme. E pamarashme. E vrasja e dëmon, o kitale hu kufrën, e vrasja muslimonit është kufr. Me vra muslimonit pa të drejtë është kufr. Këto e fjallë pejgamberit alayhis salam. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, la tala'anu bi la'natillah. Mos mallkani me mallkimin e Allahut, që të mallkoft Allahu. Mos wala bi bughdihi wala bin nar. Mos mallkani me hidhrimin e Allahut, mos mallkani me zjarrin, mos mallkani me mallkimin e Allahut. Sepse kemi hadithe tjera, lejse l-mu'minu bit-ta'an wala l-la'an. Besitor as nuk është mallkues, besitor nuk është as ofendues, besitor nuk është as qëshar, nuk është person qëshar. Besitari i devotshëm. Po ashtu kemi hadithe tjetër që tregon Abu Darda se pejgamberi alayhis salam po shkoi në përtimin e haditheve, thotë nëse robi e mallkon dikën, e lëshon mallkimin, keni kujdes të vllazni. Mallkimi kush do qoftë që e bën mallkimi, sidomos nana që t'ia bën fëmijëve, ka ne pe zemrës flas në momentin e caktuar, po tani bie peshman, a më ulshuajo kur të thotë kur robi Allahut e lëshon në mallkim, ai ka më gjithë në aktun qiell, ka më mbyll dyrët e qiellit nuk shkon, se mallkimi sa pranon Zoti, ka më kthyer te poshtë, ka më nis mallkimin në adresën ku e ke quti, e ke mallku dikon ti. Nëse shkon qatë adres edhe e meriton mallkimi se t'ka bo zullum, nadet e qenë person. Nëse e ke lëshu mallkimin pa të drejt,
ai nuk nalet ai person ka më kthy të personi që e ka parë. Nëse ma të kanë t'i kanë pa të drejtë, atë kthehet te ti. Se ka më zonë vend, po ka më zonë vend që atu fundja ai që ka shumë mallëfi. Pra ne do të them mos mallkani sepse ti nuk ka drejt. Po ashtu në Hoxhë Latu Mes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë që sikurse ky vend i shenjtë, që është domo muji i shenjtë, që po në Arafat kur ka thonë është vend i shenjtë, është ditë e shenjtë, është muji i shenjtë, çashtu edhe gjaku i besimtarëve, gjaku i njerëzve është i shenjtë. Këto pasuria e njerëzve është e shenjtë, edhe deri i njerëzve është i shenjtë. Nuk kemi drejt me fol për derin e njerëzve. E me një losë ose me etiketu me. Po ashtu dhe hadithi tjetër që është me kuptimin e njëjtë. Kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam që të tregon thot kur u ngjita lart natën e Isra'it dhe Mirajit i pa çdo njerëz. Hadithi që transmetohet thot i pa çdo njerëz me thojt më dhej pe thojt bakrit. E me ata thoj i grështën ftyrat e tyre dhe trupat e tyre. I qilshin gjatë. Thash ja Gjibril, men haula. O Gjibril, e kush janë këta njerëz? Ta janë ata njerëz të cilët thot haula alladhina yaquluna luhum an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Ata janë ata njerëz që kanë hangër mishin e njerëzve. Kush janë ata njerëz që kanë hangër mishin e njerëzve? Ajetin e Saraj. Ata që bojnë për gojim. Ata që bartën fjalë. Ata që shtin, ata që bojnë përgojim, që ata janë që hanë mishin e njerëzve, edhe kanë shumë guhën e tyne në fjallë në derin e njerëzve. Kanë folë për derin e njerëzve, me një losë, me aullë autoritetin, me shkel, me fjallët e tyne. Po ashtu kemi hadithën e Buharerës, inna min akbar al-kabair që më të transmetohen hadith, është prej gjinohave më të mëdhaja me lëshu gjuhën ti me folë derin e njerëzve. Pra dhe kemi edhe hadithet tjetër që thot edhe bartja e fjallëve që është kemi rastet e Imam Shafiut kur shkon i njëri se edhe fjallë nuk ka nevojë edhe nëse ja thot dikush s'ki nevojë për burë me e bojt. Imam Shafiu shkon një person e thot ja Imam, thot filoni ka foli për ty që të fjallë, do fjallë jo të mira. Tha o ti njëri, ke frikë Allahun. Ajo është një shigjet që a i filon e ka gjut. Veç e ka gjut. Shigjet. Po ti e ka për shigjet e sove, e drejtove, e ma uër në mangullin zemë. A edhe nëse e ka thonë ti s'pate nevoj me ardhë ma pru mu. Edhe nëse e ka thonë ti s'ki nevoj me bartë me qua atje, me bartë mes njerëzve. Pra dhe kemi kujtes, o vlasni. Kemi hadithit tjetër pejgamberit alayhis salam, të rasti i Aishës. Aisha nana besimtarë, umul mu'minin, nana besimtarë. Po me që thët njeri edhe ka gabon një kabirë ka bo, për Safije, gjelëzia e bashorteve ndaj bashortës, grave të pejgamberit, Safija o konë pak e shkurt me trup, edhe i ka thonë, hase kjo shkurtake. E pejgamberi alayhis salam ja të rejë vejtë i thotë, oj Aisha, ja Aisha te, laqad kulti kelimeten, lau muzigjet bimaj bahri, la mezagjethu. O jo ishe, e ka thonë një fjallë të më të ronë, sa që me gjunë në deti e mu përzi me ujë, kejt ujën e përzi një adranë edhe në gjyrën edhe e. Me rëmëmen, një fjallë goje, veç që ka thonë është Safija është shkurt, të këtë fjallë të ronë me a gjunë në deti e në rënë edhe ujën, në rënë edhe erën, në rënë edhe shien. Qa që është në rënë? E të rëgjvrejtën, asaj po edhe ne që kemi kujdes. Po ashtu kemi hadithin tjetër pejgamberi sa që thot Hudhaifja ka thënë pejgamberi sallam la yadkhulu al-jannata qattat ayna ma. Nuk ka me hyrë xhenet ai që bën fjalë. Keni kujdes vllazë. Keni kujdes. Mos bani fjalë, mos përgojoni, mos shtit, mos ofendoni, mos përçeshni. Çfarë të qoftë. Edhe ato të metat fizike që i ka dikush, nuk është pa e tij. Mos e bile në aspekti fizik s'ban edhe ma heq. Po edhe nëse ka të meta gabime në sjellje ti shkok shilloje në katër sy fise bilillah jo me dalë me shesh, jo filoni çdo filon ashtu, sepse pejgamberi thotë la yadkhulu al-jannah. Personi tjetër nuk në xhenet. E të paqë sa me hub xhenetit për një hajgare të shamës që e bën këtu të përgojimit,
atëherë mos e akuza kur kanë përveç se vetë vetën edhe kënë kujdes. Po ashtu atë rëgjvretjen, inë sharrën nas, më i keqi prej njerëzve tek Allahu, ditën e gjykimit, është rajulun dhul wajhi. Është njeriu me të fytyra. Njeriu të fytyrsh. Thot pejgamberi sallallahu që thot alladhi yati haulai bi wajh, shkon të këta me një ftyrë e shkon të ata me një ftyrë tjetër. Po munafiku të ftyrësh i hipokriti. Me kanë të rreth çashtu bëhet me ta edhe është fjalë ta mes atyre. Keni kujdes, sepse është ki njeriu më i keq që për shkak hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi edhe dy hadithe dhe për përmbyllëm, thot e kohën e pejgamberit alaihi salam i ka thonë, ja Rasulullah, po inna fulan, thani grua, filani, e ka njoftë në rreth e filani, ato të falet shumë, natën. Agjeran të ditën, për ditë agjeran. E jep sadakle, bën punë të mira këtu sene, walakin, po e ka një të kje se të odhin gjirana ha, bilisane. Falet të natën, agjeran të ditën, jep së të ka sa munet. A rëziku që përmanë më hadithën edhe më erët. Por e ka një behane kujshin i ofendon me fjallë, për gajan, i ofendon, i nëqman, i përshman, i përqish. Qëta pejgamberi sallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khayra fiha. S'ka kur përhajnë ta, hiya min ahlina. Aja është lëpanë më bëgjana. Kujtes pasdi. Kujtes. Po ashtu thonë hadith, thonë, o fulane, dhe sa fulane një grua tjetër, ju sëllir me këtube, i falë veç 5 vakte, nuk falet shumë, veç 5 vakte ditore ju rrën gati, sa dakë nuk ka me dhonë, po ka thonë atëre, tabri kur u thamë, që u posit copa, me qatu mundësi jem ka pak sa dakë për tyne, se s'ban e farvej për të madhe, por me kërkën nuk ka problem, sillet mirë me kërshi, sillet mirë me njerëz, thot hiya min ahli al-janna. Ajo është banor e xhenetit. Keni kujdes. Pra edhe kemi hadithe që e lashë edhe në fund, muflisi, e mos jemi qatë muflisi i falimentumit, tha pejgamberi se e të druna me muflis, e dinish kush është i falimentuari, thanë Allahu wa Rasulu a'lam, Zotë dhe pejgamberit i di më mirë, atërë tha, inë në muflise min ummeti, ime i falimentuari nga umeti jam, është men jeti jau me lë qiyamati bis salatin, o sijamin, o zakatin, o jeti, e shtu, janë personi që vjen një person nga umeti jam, na përshkru, neve na përshkru, nga umeti jam, që do thonë musliman të sti umeti, pra ne, vjen ditën e gjykimit, ka falë namaz, ka agjeru, ka dhonë zëqat, do më ka bo shumë mira, ka bo shumë veprat më dhaja, shpërblime, për me që e meritojnë laudata dhe respekt. Walakin, thot, u jeti o ka të shëtë me hamë, e ka sho këto, o ka të ka dhe fëhamë, ka shkif për filonin, ka qitë fjallë, në derin e ti, o ka të e kele male hamë, e ka hangër pasunin pa të drejtë filonit, a me korupcion, a me rishfet, a kështu, a ja ka shty meqen, a ja ka vjell trutun mal, a ja ka i të shpia, a ka mor, a ja ka vjell telefonin, ja ka hangër pasunin pa të drejt, o sëfë këtë dhe me hadha, e ka dirë gjakën e këti, e ati, e o dara me hadha, këta e ka rej, përshë ka pasë mundësi, po ma i zoti, po ma ka lablar, o hatta, këtë qërë mi përme me rohë, fe ju të hadha min hasanat. Ato që e ka shoh janë të mirë të hija me pati, ato që e ka rrej janë më të mirë. Kështu që derisa të barazohet me ato që i ka hinë hak, derisa të barazohet. Po nëse ndohet që tash i harxhohen savapet ti, s'ka savapet tash me të hala njerëz që i ka shoh, hala njerëz që i ka ofendu, atëherë thot pejgamberi i mirë gjunahet e atyne, i ngarkohen tina, derisa futet motor hafina. Edhe hidhet në sa të shajat, që është po flisin. Bën veprat ngaja për nga pa kujtësia e gojës, fjallët pa vend, përvojimi që është mëkat shkatërruz, që nuk flenë se kreti tjetë, kreti merë, kreti humë, edhe kemi kujtës gojën, e pejgamberi a.s. është betuar. Wallahi,
Mahke akhruj min femi hadi, do më vëllahet nuk del për kësaj gojës ta. Edhe ka bo me dorë nga goja vet, përveç se fjala e vërtetë, përveç se fjala e drejtë, përveç se fjala e mirë. E nëse jena që e dojna këtë pejgamber kaq shumë, nëse jena që e dojna këtë Zot që me përmeni këto ajete, atëherë po kujdes goje, mos përgajani, mos shpifni, mos bani fjalë, mos mallkani, mos shani, mos hulumtoni të meta të njëri tjetrit, mos t'ju përgat për parimi tjerë, mos bëni hasad, zili ndaj njëri ndaj tjetrit. Mos mush me ndihmut, bile të pak thuj elhamdulillah, bile mos ja duhet keqe. Bile mos ja bëhet keqe. Allahu na falë të na mëshiroft, Zoti na udhëzoft e na forcoft këtë rrugë, e të luftojmë bashkërisht. Pra edhe kjo mbytje dhe të shërbej si nismë e mirë për mua mas pare, edhe për juve gjithë, edhe për familjet tonë, edhe për shoqërinë tonë, të luftojmë këto dukuri negative kudo që i kemi, kudo që i hasim. Anë rrugë, anë shpinë familje, anë punë, a kudo, apo edhe në xhami, ka njerë në xhami këto. Dësa fjallë ka herë, ja hupër edhe tjerë në xhamis. Allahu na falë.